Në duke gjithçka shkoi në rregull në tenderin e mbajtur së fundmi nga Bashkia e Kamës për asfaltimin e disa rrugëve në Paskuqan. Për te fasadës, fondi limit mbi 1 miliard lek ishte i paracaktuar për Demir Borishin, bashkëpatrioti nga Dibra të kryebashkiakut Rakip Suli. Ky lloj dibranizimi i tenderave është një nga shfaqjet e korrupsionit dhe është mënyra e vetme e qeverisjes që ushtron Rakip Suli në Bashkinë Kamës. Kjo po ndodh sidomos muajt e fundit kur kryebashkiaku përshpërndan fondet e rrugëve në prag të zgjedhjeve lokale që do të mbahen vitin e ardhshëm. Me paratë e korrupsionit blihen votat, sipas akuzave të opozitës, ndërsa kontratat jepen në pak duar të besuara. Më konkretisht bëhet fjalë për tenderin me objekt ndërtim i rrugëve bloku Paskuqan, Kamës, Bathore me fond limit 102.6 milion lek të reja pa përfshirë të VSH. Kontrata është fituar më 26 qershor 2026 nga kompania me emrin Bonus SHPK, me pronar Demir Borishi, Fuad Borishi dhe Safet Allaraj, me selinë Paskuqan dhe Urgjin nga Dibra. Në këtë procedurë kanë marrë pjesë 19 kompani, shumica e të cilave janë klient të kryebashkiakut Rakip Suli dhe kanë përfituar tenderat ditët e fundit prej tij. Kështu kompania që ka bërë ofertën më të lartë është liçeni 7 SHPK e biznesmenit nga Dibra Razam Kalia. Ky ka bërë nderin deri në fund bashkëpatriotëve dhe jo vetëm që ka bërë ofertën më të lartë, por ka propozuar një shifër që është shumë më sipër se sa fondi limit. Fondi limit është 102.6 milion lek, ndërsa biznesmeni Dibran ka propozuar shifrën 135.9 milion lek të reja pa të VSH. Përpasoj kjo lloj oferte formalisht është skualifikuar. Ramazan Kalia është veteran i tenderave dhe nuk gabon lehtë në formulimin e dokumenteve, por duke pasur interes, i lejon vetes të shkujdeset dhe të bëjë një ofertë të tillë. Gjithsesi pjesëmarrja e tij vlen. Oferta shërben për të plotësuar numra për fasadën e konkurrencës që gjëja ka pasur në këtë prokurim. Por pse ka interes ai? Në të njëjtën ditë, më 26 qershor 2026, liçeni 7 ka marrë nga Bashkia e Kamës ndërtim i rrugës bloku Bathore me fond limit prej afro 1.3 miliard lek pa të VSH. Pra Ramazan Kalia është pjesë e rrethit me të cilën Suli ka ndarë para të tenderave brenda një dite. Dhe nuk është i vetmi. Vini re këtë detaj. Oferta e vetme më e ulët se sa ajo e Bonus SHPK është paraqitur nga kompania Riviera 2008 SHPK. Kjo është kompania e familjes së ish-deputetit të PS-s Nduaj Kola, administruar nga Agim Kola. Edhe oligarku Kola nuk është interesuar ta fitojë këtë tender. Megjithse, ka dalë në krye me ofertën më të ulët. Kompania, siç shihet nga dokumenti, nuk ka paraqitur sigurimin e ofertës. Por pse i thotë jo lekëve Kola? 10 ditë para këtij tenderi më 16 qershor 2026, Bashkia e Kamës i ka dhënë oligarkut tenderin me objekt ndërtim i rrugës bloku Valias grupi 1, me fond limit afro 1.8 miliard lek pa përfshirë të VSH. Nga ana tjetër janë një grup kompanish që kanë oferta të paraafërta, por pak më të larta se sa Bonus SHPK. Këto ndihmojnë që oferta fituese të mos rrezikojë të dalë anomalisht e ulët. Sipas ligjit të prokurimeve, kur janë më shumë se 3 oferta të vlefshme, tavani për llogaritjes pret tek 15% e mesatarës së tyre. Një nga këto kompani me ofertë pak më të lartë se Bonus është LTE Construction e Artur Çaushit, dhe kjo firmë nuk do ta fitojë tenderin, sepse e ka marrë pjesën e saj. Në të njëjtën ditë, LTE Construction ka marrë pjesë nga torta e Rakip Sulit. Bashkia e Kamës i ka dhënë me flamur të kuq korrupsioni firmës Artur Çaushit tenderin ndërtim i bllokut Valias grupi 2. Fond limiti i projektit është 1.6 miliard lek pa të VSH. Po ashtu në këtë linjë është edhe firma Ndrejgjoni SHPK e Xheta Ndrejgjonit, që gjithashtu është nga Dibra dhe i ka borxhe kryebashkiakut. Ndërsa kompania Shpresa Al SHPK e Lush Osmanit ka akoma pa dorëzuar sipas kontratës 180 ditë rrugën e tenderit ndërtim bloku Paskuqan 2. Tenderi fituar më 22 janar 2026 e kishte fondin limit 1.1 miliard lek. Bonus SHPK u regjistrua në vitin 2007 nga ortak me Urgjin nga Dibra. Megjithatë, firma nuk është pjesë e tavolinës së Rakip Sulit vetëm se pronarët janë Dibran. Janë lidhje të thella të biznesit me politikën që çojnë fluksin e parave nga arka e bashkisë tek firma si Bonus SHPK, që është pjesë e rrjetit me fije të padukshme të oligarkut Bashkimulaj. Ndërkohë, ky aktivitet i Sulit nuk ka mbetur pa u evidentuar nga organi i akuzës. Kujtojmë se kryetari i Bashkisë Kamës, Rakip Suli, është paraqitur 2 herë në SPAK në nëntor 2023. SPAK po kryen hetime për vepra të ushtrimit ndikimit të paligjshëm, shpërdorim detyre, shkelje e barazisë në tendera dhe korrupsion pas kallëzimit të banorëve të Kamsës. Rakip Suli është denoncuar edhe nga një grup këshilltarësh të Bashkisë Kamës, duke u referuar raportit të KLSH-s pas kontrollit në këtë institucion. Burimet bëjnë me dije se SPAK po kryen hetime për zyrtarët e Bashkisë Kamës lidhur me tendrat pastrimit të qytetit dhe dëmshpërblimet për tërmetin. Pas kallëzimeve të mbërritura në strukturën antikorrupsion, ky institucion ka regjistruar procedim penal, ndërsa hetimet po kryen nga prokurori Elvin Gokaj.
Mësohet se për këtë çështje janë thirrur dhe janë marrë në pyetje disa drejtorë të këtij institucioni dhe janë sekuestruar dokumente nga bashkia. Kallëzimi i fundit në Spank për sulin është bërë në prill 2025 për shpërdorim detyre. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.